Po tash kemi në një situatë tjetër, mos vota do të thonë që edhe ta bëjnë shkelje kushtetuese dhe do të jenë më të qartë dhe do të secili deputet i Kosovës do ta zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese dhe të votoj për bërjen e kryesisë së kuvendit sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Në të kundërtën, janë disa çështje për të cilat Kosova pastaj do të bllokohet. Është i pari që është buxheti i Kosovës. Nëse buxheti i Kosovës nuk votohet deri në fund të këtij muaji, atëherë shërbimi publik dhe i gjithë punonjësit që marrin paka nga buxheti i Kosovës mund të mbesin pa paka në muajin mars, pra nuk kanë mundësi me marr paka, sepse s'ka një buxhet të ri. Kështu që unë mendoj që për çështje të vogla dhe që nuk kanë në ndikim, nuk duhet të lidhemi ende me propagandën se sa do të na ndihmojë kjo në marrjen e votave. Është një vendim i gjykatës kushtetuese, të cilën partitë politike duhet ta zbatojnë ashtu siç ka dhënë gjykata kushtetuese. Pra, të votohen në pako nënkryetarët e komuniteteve jo shumicë, që i bjen edhe nënkryetarin nga komuniteti jo serb, edhe nënkryetarin nga komuniteti serb, do të votojnë në pako dhe do të heqen këto barriera se a do votohet apo nuk do votohet, sepse në të kundërtën ne mund të shkojmë kështu papunësisht për shkak se lista serbe është shumicë dhe të vazhdoj të jetë shumicë në Parlamentin e Kosovës dhe nëse ne konsiderojmë një kuvend të konstituum në ndërkohë që nuk është i konstituum, edhe kjo pastaj është shkelje kushtetuese. Sigurisht të bësh kalkulime elektorale ku sapo ke dalë nga një proces elektoral dhe ke fituar, dukes nuk bën sens, por logjika politike merr sens kur mendon që mund të shkosh në zgjedhje të parakohshme pranverë për shkak se nuk e votat për zgjedhur presidentin e Republikës. A mos është, më themi, një taktik për të qenë imobilizuar në mënyrë që sido që të shkoj puna në pranverë në zgjedhjen e presidentit tjetë gati shumica që fitoj vetëvendosje në këtë rast për të ballafaqur një proces tjetër elektoral, apo jeni idees që negociatat politike mund të jenë të tilla sa mund të bëhen votat qoftë edhe për zgjedhjen e presidentit, jo domosdoshmërisht koalicion qeverisës? Po është pak këto që po i thu ti, se një paralajmërim për zgjedhjen pranverë ne kemi pasur edhe gjatë fushatës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Domethënë nuk është paralajmëruar që mund të kemë zgjedhje, ose kur është thënë nga Albin Kurti që do të kemi 2 palë zgjedhje, domethënë zgjedhjet e 28 dhjetorit që i majtun, po dhe një palë zgjedhje kur vjen koha e presidentit të Kosovës. Të them të drejtën deri më tani nuk është që ka pas në publik ndonjë iniciativë ose ndonjë përfolje që ka pas rreth përbashkimit të partive për me zgjedhë presidentin e ri të Kosovës. Këtë ajo që për shembull Albin Kurti, i cili ka votat me shumicë dhe është ndoshta përgjegjësi për me zgjedhë edhe këtë çështje, domethënë presidentin e Kosovës, edhe kur është pyet vazhdimisht ka thonë se ka kohë, domethënë kemi konstituimin e kuvendit që vjen pastaj kur vim te zgjedhja e presidentit të Kosovës ne do të flasim. Pra nuk është që ka dhënë shenja se çfarë kush mundet me qenë ose a do të jetë presidentja aktuale edhe për një mandat tjetër, nuk ka që ka dhënë ndonjë sinjal. Pra edhe nëse ka ndonjë negociat, mund të them që ndoshta negociatat janë të bënë në një terren jashtëzakonisht sekret, ku kërkush se ka marrë vesh ende, po deri më tani nuk është dihet se cili është opinioni ose qëndrimi i Albin Kurtit rreth kësaj çështje. Edhe nëse shkojmë në zgjedhje, ai ndin veten komod për me shku edhe një palë zgjedhje të reja, ka fitu me një rezultat jashtëzakonisht madh në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Logjika qënë që në prill janë festat e Pashkëve dhe një numër i madh i mërgrimtarëve kanë pushimet e fëmijëve apo çapo diun në vendet ku ata jetojnë. Dhe është një mundësi që sërish të jenë në Kosovë për pushime për shkak se mërgrimtarët i dhanë atij vulën e madhe të fitores, për shkak se ja dhanë një përqindje të madhe të fitores. Dhe ndoshta kjo mund të jetë edhe kalkulimi, po përderisa nuk kemi një përgjigje definitive rreth çështjes së presidentit, dhe ato jetë sërish presidentja Osmani, edhe ne jemi pezull sa mund të kemë apo nuk mund të kemë zgjedhjet, edhe një palë zgjedhje. Megjithatë, nëse ka interes politik dhe vullnet politik, nuk është se vendi Kosova ka shku në ndonjëherë në zgjedhje për mungesë presidentit, sepse
Partitë janë morë vesh dhe kanë zgjedhë president edhe politik edhe apolitik.